nuk e di, mund të më përcjell sa tha mbrojtësi? Mbrojtësi, avokati juaj. Tha që qëndrojmë në tërësi pranë marrëveshjes. A qëndroni edhe ju? Po. Qëndrojnë në tërësi pranë marrëveshjes se lidhën me prokurorinë speciale. Marrëveshjen, e ke bo me vullnet të lirë, të plot, nuk ka detyru dikush diçka me bo? Po, me vullnet të lirë. Me vullnet të plot e kam lidhë marrëveshjen, për pranim dhe qëndrojnë pranë kësaj marrëveshje. Tash, a din që çështja thjesht vetëm keni mu shpoll fajtor për këtë vepër, nuk është që kena me mojt gjykim, nuk është që kena me administru prova, me ndëgju dëshmitar ose diçka tillë. Thjesht gjykimi është më i shkurt. A din këto? Po. Edhe din që keni mu shpoll fajtor, edhe keni mu dënue. Po. Jo më fajtor, kërkoj falje. Po që të vepër penale që i ke pranu fajsin, dënimi është 6 muaj deri në 5 vjet. A din qëto? Po. A ki diçka tjetër me shtuar? A ki diçka tjetër, ma shumë me shtuar? Jo më fajtor, kërkoj falje më shumë. Unë kërkoj falje për këto veprime. Atëherë, marrë parasysh dispozitat e kodit procedurës penale, respektive shtjenin 233, gjykata përcakton se i pandere ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. Pranimi është për numër vullnetar dhe në konsultet mjaftueshme mbrojtësjen e tij. Pranimi mbështetet në fakte dhe provat nga të cilat edhe është ngritur akt akuzë dhe të bashkangjitur në akt akuzë. Andaj gjykata vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore dhe si rrjedhoi me rang vendim. Pranohet marrëveshja mbi pranimin e fajësisë PPS numër 76/2026 të datës 13/8/2026 e arritur në mes të prokurorit special dhe të panderit. Kjo marrëveshje do të vendoset në shkresat e lëndës dhe do të konsiderohet si pjesë përbërëse e shkresat të lëndës të kësaj lënde penale PS numër 50/2026.